dhe thot, ndalo konferencë e shtypit edhe e puth kryeministin, ma gjeta bëj me event tjetër të botës e se që i bëjnë asaj qisi për jashtë e nga konferenca. Vjen ajo kosim, që janë ta. Ta që më brojnë LGBT-n që del mes LGBT, mes Tiranës del më këmë si e Ramës del aty drejton protestën e LGBT-s me gjithë atë Gomzalën, atë burin që kërko burë. Lutem, e ka deklaru vetë, nuk bëja them. Dakor, po. Si? Që të ndodhë me ne më tej, po, ata... Jo, që të po mu pra, sepse nesër fëmija jotë, do të drejtojnë drejt LGBT-s, ju pa ta lajmëruar që, më falë, ju lajmërova që Ministria e Shëndetësisë po përgatit draftin për të dhënë hormonet seksuale? Po, pak e një thënë dhe këtë. Ja u thash, ju doli, se asnjëri ishte ngrejtë zërin. Po si duhet ta ngrej zërin unë? Dhe mos ta ngrej zërin ata që paguhen për këtë, janë politikanë, marrin rrogën atje, ata para politika, ata pasar. Ja, Berisha doli e mbështeti protestën, doli kundër kësaj. Kush? Kush e mbështeti protestën? Asnjë. Jo, për kryetarin e zgjedhur e kam fjalën, Berisha e mbështeti. Po Berisha nuk e mbështeti protestën, se ti kur thua që unë jam për këtë investimet. Dhe kur unë jam për investimet në Rjoll, kur unë jam për investimet këtu, dhe kur unë jam këtu, po vetëm të përdoret dhuna. Nuk e një Berishin që të thoshte që unë e mbështes atë po kryeministri duhet vi këtu në parlament edhe t'japi sqarime, të bëj transparencën. Nuk e dëgjova këtë. Ashtu siç nuk e kam dëgjuar edhe për Rjollin. Ashtu siç nuk e kam dëgjuar edhe për portin e Durrësit. Ashtu siç nuk e kam dëgjuar edhe për Porto Romano. Nuk e kam dëgjuar edhe për aeroportin e Vlorës. Po siç nuk e kam dëgjuar edhe për urën e Kuksit, që u harxuan miliardë lekë dhe nuk e kaloi kolaudimin. Apo si tynelet edhe rrugët. Po vetëm bëjmë nga i deklaratë kështu, pazar. Dhe prandaj them kjo protest për mua të arrijë vetëm një qëllim dua. Të arrijë të trondisi politikën shqiptare dhe ky kryeminist të largohet. Sepse largimi i këtij kryeministi, po e them edhe një herë, mbani mend. Sot mase ju duket pak paradoksale. Por ky kryeminist po përdor të gjithë parat e çunave të Dubait. Këtu janë lidhjet, se ky ka lidhje me krimin, me organizatat kriminale. Dhe unë pra ne kam thënë që Rama ka ndërtu mafian shtetë. Nuk e kam thënë në a priori kot, se dua ta them. Se s'më pëlqen që të them për kryeministin e Shqipërisë që ka ndërtu mafian shtetë. Realisht nuk më pëlqen. Por realiteti është ky. Dhe ky realitet, që është i dukshëm, i prekshëm, doli dhe në protest, ku një nga thënjet e brohërimat e protestusve ishte Rama Burg Berisha. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se politika është e tillë, se në fund fare politika nga këta dy persona përfaqësohet. Që opozit, që opozit. Njëri ka privatizuar opozitën, tjetri ka privatizuar opozitën. Kaq që thjesht. Se të tjerët janë apertura. Janë gjendje në tavolinë, janë fisha. Nuk janë faktor. Janë fisha. Faktor janë këta të dy. Dhe ajo që populli e ka thënë dhe e thotë në çdo bisedë, në çdo tavolinë, në çdo ambient që t'jesh. Populli e thotë që këta janë bashkë. Dhe kjo duke u përsëritur gjithmonë, vjen një moment që del jashtë kontrollit. Del jashtë kontrollit dhe në moment dikush e hedh si parrull, e mbështesin 10.000 vetë. Po nuk është e mundur që 10.000 vetë që janë edhe antarë Partisë Socialiste dhe antarë Partisë Demokratike, apo dashamirës Partisë Socialiste, apo dashamirës Partisë Demokratike ta pranojnë këtë
këtë lloj thënie, por çuditërisht edhe këta e pranojnë në vetvete, se është ajo frika e diktatit. Sepse bëj një pyetje shumë thjeshtë, pse nuk dalim në protestat kur ju thoja unë që partitë politike nuk bëjnë protesta. Kjo protestë di që ka vërtetuar deri më sot pak. Ka vërtetuar atë që unë kam ngul këmbë gjithmonë. Që partitë politike nuk bëjnë protestë. Protestën do ta bëjnë ka do të dalin qytetarët vetë atje dhe të bëjnë protestë. Urdhra bujur, u vërtetu. Sa ishte numri i protestuesve? Sa ishte numri i protestuesve? Realisht, pak nga qenë mbi 10.000. Sa është numri i protestuesve që bën opozita? Ko 2.000, 3.000, për hatër, për i themi, që shko kur 4, po. Atëherë, kjo të regon atë lefin dhe urrejtin që ka populli ka shqiptaj politike. Vjen një moment se gjithmonë çdo e keqe e ka një fund, jo gjithmonë vazhdo e keqja. Por Rama nëse është vërtet ashtu siç ai nuk është ashtu, po vërtet atë ç'a thot, Rama duhet japi dorë. Nuk ka nevojë Shqipëria për një kryeminist clown cirku. Që në çdo dalje që bën, në çdo takim që bën, me ndërkombëtar na ka qitë bojën. Me një kryeminist që i gjynjëzohet Melonit. Apo tjetër dhe tjetër. Një kryeminist që nuk diti një herë, po kashilliku më i madh i tij është kur nxjerr fotografi me George Soros e me Aleksin. Ashtu si çka tjetër, që kam deklaruar dhe e them, është mbushur me Sorosin. Politikën e Sorosit vazhdon dhe ai tjetër. Se dhe në PD, mos mendoni se nuk luhet politika Soros. Sepse e treguam, në fund, Berisha përmbylli me një kandidat të vetëm, pa garë. Edhe as formali nuk pranojmë. As formali. Qa të rego kjo? Kjo të rego unë. Unë jam këtu, ka marrë me 7.501 tash. 7.501 që funksionoj dhe në parti. Berisha ku e erdi, parti se ka ardhë, më mrapë. Ku erdi në parti, erdi si janë u bë antarë, tani ka marrë votën e partisë. Se ajo parti të vjen keq, se ajo parti nuk është ase atyre që janë. Ajo parti është e një popullit të tërë i cili ka investuar për atë parti. Në një mënyrë apo në një tjetër. Të gjithë janë investitorë të ajo parti. Dhe të gjithë kanë të drejtë kërkojnë hesap të ajo parti. Se ajo parti nga një parti e djathtë që u krijua parti e majtë. So s'ka lidhje me të djathtën fare. Një parti që shkon në trashëgimi, se duhet jetë ky që është çuni këtij, duhet jetë ky që është goca këtij, duhet jetë kjo mesa këtij. Çfarë është kjo parti? Merë fut tank pa marrë nga mrena. Dhe pranoj po them edhe tjetrën, ta përfundoj, Berisha është bërë siguracion full kasko i Ramës. Pa në lidhje me këtë batutë dhe në fakt ajo është përtej batutës, unë të falenderoj shumë për bisedën zotë Merkoshi. Ishe kënaqësi dhe në emër të publikut tonë, jam i njohës për mendimet edhe për çështjet që trajtuam. Faleminderit edhe juve.